Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të martë datë 11 nëntor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin ushtrisë së deputetëve me shumicë duan që t'i shtojnë edhe senatorët milioner. Mjalla Qilleri si u kryqëzua nën punësi i pallateve të ëndrave. Kryeministri Edi Rama uron kryebashkiakët e rinj 5 arsye për të falenderuar qytetarët pavarësisht dobësisë ekstreme të opozitës. Fletish kryebashkiaku Gëzim Zia, Vlora as ka qenë as është e kuqe, demokratët e Vlorës janë tradhtarët nga të vetët dhe Berisha. Në gazetën Dita mund të lexoni thirrja erdhi, besimi jo, 14 vjet pas 11 janarit s'pak thërret Sali Berishën, por shqiptarët e kanë humbur tashmë ndjesinë se do të ketë ndonjëherë drejtësi për të. Zgjedhjet dëshmuan Neverin nga politika dhe bindjen se nuk presi më zgjidhje prej saj. Analiza e 9 nëntorit. Rubrika e shëndetit. Rregullat e reja të Trump, obezët dhe diabetikët nuk lejohen të futen në SBA. Frutat që ulin tensionin e lartë të gjakut, mënyra natyrale. Paksimi i gjumit të thellë lidhet me demencën. Në gazetën Panorama mund të lexoni abuzimet e ministres dyshja Famzez Rama Balluku të ik, Berisha platforma e rezistencës. Buxheti për 2026 sa do të rriten pagat e pensionet, të përndjekurit fondi dhe lista e përfituesve të këstit të 5. Një roman për kujtesën, harresën dhe hijet që nuk rrëzohen kurrë. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni Bellaj, Shqipëria ja del, Silvinho po na surprizon. Dinamo vion akuzat, vllaznia për turp. Drejtori bluve dikur hidhnin portokaj, tani ka ardhur radha e bidonave. Tetova humbje e rënd, por jo aq alarmante. Sinjalet ndaj Teutës, Partizani ëndërron për më lart. Tirana në krizë, Nuhiu kërkon Mercato. Manellari Elbasani ishte zgjedhja e duhur. Arapi, flamurtari Mëzhgënjeu, nuk është ekipi që do Vlora. Fortesa Loro Boriçi, problem janë transfertat. Kuvuri gjeneron Interin, plas te kampionët e Napolit. Wayne Rooney, Xhaka, blerja me goditur e verës. Alonso nën akuz nga mediat, Reali një mediokritet. A është Bayerni në kufirin e falimentit?